Në një nga dhomate më elegante të Beogradit, mbi komodinën e përpunuar me dorë, policia gjeti një zarf të mbyllur me dorëshkrimin e tij, shkronja që dukeshin si të shkruara me një dorë që dridhej. Brenda, disa faqe letra me njolla të pazakon. Ky dokument u fsheh nga familja për 16 vjet, derisa gazetari italian Marco Bellini e zbuloi ekzistencën e tij nëpër arkivat e policisë në 2011. Letra fillonte me një pyetje: pse askush nuk dëgjoi kur kërkova ndihmë? Çfarë fshihej në ato rreshta që as vet Branka nuk guxoi ta lexonte plotësisht para se të vdiste? A ishte kjo dëshmi e fundit e një njeriu që dinte se po ecte drejt fundit, apo ishte diçka më e errët, një akuzë e fundit ndaj atyre që e rrethonin? Ekspertët e grafikës thanë se njollat në fund të letrës nuk rrjedhin nga dora që shkruan, ato bien vertikalisht, si lota që bien mbi letër derisa dikush flet të lodhur nga të qarit. Bekim Fehmiu nuk ishte thjesht një aktor. Ai ishte fytyra që e përfaqësonte Jugosllavinë në botë, burri që më shumë se 10 milion gra ëndërronin ta takonin, zëri që mbushte teatrot dhe syt që bënin të heshnin edhe klientët më të zhurmshëm të kafeneve kur ai hynte. Në vitet 60, kur emri i tij u shfaq në gjenerikët e filmit italian Odiseja, tër Ballkani ngriti krye me krenari, për herë të parë, një nga të tanët ishte në ekranin botëror. Por kjo lavdi kishte një çmim që askush nuk e pa, ose nuk deshi ta shikonte. Ndërsa Bekim ecte nëpër tapetin e kuq të festivaleve evropiane, në shtëpinë e tij në Beograd gruaja e tij Branka numëronte shishet bosh që gjente nën divane. Askush nuk pyeste si ndihej njeriu që luante heronj, por Brenda kishte filluar të fundosej në një errësirë që asnjë skenar nuk mund ta parashikonte. Sipas dëshmive të afërmve, kontrata që e lidhi me kinematografinë italiane në fund të viteve 60 nuk ishte vetëm një marrëveshje pune, ishte zinxhir. Në atë dokument që familja e fsheh edhe sot, thuhet se Bekim Fehmiu u detyrua të dorëzonte të drejtat për imazhin e tij për 15 vjet. Kjo do të thotë se çdo fotografi, çdo reklam, çdo dalje publike kontrollohej jo nga ai, por nga një ekip juristësh në Milano. Kur ai donte të refuzonte një rol që e poshtëronte, një zë në telefon i kujtonte se ai nuk ishte i lirë, ai ishte produkt. Branka kujtoi në një intervistë dhënë për televizionin serb në vitin 2015 se një mbrëmje Bekim u kthye në shtëpi dhe hodhi kontratën mbi tavolinë duke thirrur: "Jam shitur si kafsh." Por askush nuk e dëgjoi atë thirrje, as miqt, as kolegët, as mediat që vazhdonin ta quanin të lumtur. Dikush e dinte përgjigjen, por nuk e tha kurrë. Çfarë ndodhi me të gjitha paratë që Bekim supozohej të fitonte nga ato vite? Roli në Odisej e bëri Bekimin të njohur, por edhe e izoloi për përgjithmonë. Ai u kthye në Beograd në fund të viteve 60 si fitues, por askush nuk vuri re se ai nuk buzëqeshte më me të njëjtin mënyrë. Miqtë e vjetër nga teatri kombëtar treguan më vonë se Bekim filloi të shmangej nga darkat shoqërore, të mbyllej në dhomën e provave edhe kur nuk kishte mbrëmje shfaqjeje. Dikush që punonte si rojtar në teatr rrëfeu për gazetën Blitz se shpesh gjente Bekimin ulur vetëm në errësirë, pa drita, duke shikuar skenën bosh. Kur e pyetën çfarë po bënte, ai tha: "Po shoh veten si kisha qenë." Por kjo melankoli nuk ishte vetëm artistike, ishte sinjali i parë se diçka thellësisht e gabuar po ndodhte me njeriu pas maskës. Familja e tij kishte filluar të vërente gjëra të vogla që nuk mund t'i shpjegonin, pengesa të vogla shtëpiake bëheshin shkak për shpërthime inati, telegrafe nga Italia e bënin të heshte për ditë të tëra. Dikush po e shtynte atë drejt një tehu që vetëm ai e shite. Në fillim të viteve 70, disa muaj para lindjes së djalit të tyre të parë, Branka gjeti diçka që e trondit deri në palc. Brenda një valigjeje të vjetër lëkure që Bekim e mbante gjithmonë të kyçur, ajo zbuloi qindra letra, disa të hapura, shumica të prera në copa. Ishin letra dashurie, kërcënime, kërkesa për para, madje edhe të ftuara gjyqësore. Një prej tyre, shkruar në italisht dhe e përkthyer më vonë nga një përkthyes që dha dëshmi anonime për televizionin kroat, thoshte kështu: "Nëse nuk shfaqesh në ceremoninë e premieres, do të sigurojmë që emri yt të mos shfaqet kurrë më në një ekran." Kush shkruante me këtë ton kanosje? Branka përpiqet t'ia tregojë atij se kishte hapur valigjen, por ai vetëm e shikon me një hije të thellë në sy dhe thot: "Mos prek kurrë më ato gjëra." Ajo nuk pyeti më, por frika filloi të banojë në atë shtëpi si një mysafir i palutur që nuk largohej kurrë. Bekimi nuk fliste për paratë që fitonte. Thuaj se ai fitoi një shumë marramendëse, disa burime flasin për rreth $150.000 amerikan për Odisejen, një shumë që sot do të vlente miliona.
por kur Branka më vonë tentoi të hetonte llogaritë bankare me ndihmën e avokatit të familjes, ajo zbuloi se pothuajse asgjë nuk kishte mbetur. Parat ishin transferuar në llogari në Zvicër, më pas në Luksemburg dhe më pas gjurmët humbnin plotësisht. Në një bisedë të regjistruar nga një mik i afërt i familjes në fund të viteve 80, Branka thot hapur, dikush po na vjedh jetën cop më cop dhe bekim e di kush është, por ka frikë të flas. Kjo frikë nuk ishte paranojë e kot, kishte baza konkrete. Sipas dëshmive të papërcaktuara, një grua që pretendonte se punonte si kontabiliste në Rom pohoi në një artikull se ekzistonin kontrata dytësore, dokumente që aktorët nuk i lexonin kurrë, por që i detyronte të paguanin komisione të fshehura për agjent dhe ndërmjetës fantazma. Dikush e dinte të vërtetën, por e mbylli atë me heshtje dhe para. Por humbja e parave nuk ishte gjëja më e dhimbshme. Më e keqja ishte humbja e identitetit. Në fillim të viteve 70, Bekim u thirr për të luajtur në një film italian tjetër, por skripti ishte poshtërues, personazhi i tij ishte një ishrob që lëpinte këpucë të zotërinjve të pasur. Ai refuzoi. 2 javë më vonë, gazetat italiane filluan të shkruanin se Bekim Fehmiu kishte problema me alkoolin dhe ishte bërë i palvizshëm në skenë. Asnjë nga këto nuk ishte e vërtetë, por dëmi u bë. Oferta filluan të binin, telefoni pushoi së rëngulli. Branka kujtoi se në atë periudhë Bekim bëhej gjithnjë e më i heshtur, shpesh i dukej se fliste vetëm me veten, si të ishte në dialog me dikë që vetëm ai e shihte. Një natë, ajo e gjeti duke qarë në banjë me një fotografi të vjetër të familjes së tij në dorë, fotografia e kohës kur ai ishte thjesht një djalë nga Saranda që ëndërronte teatrin, jo një emër që mund të blihej dhe shitej si mall në treg. Asnjë nga fëmijët e tij nuk e dinte se sa thellë kishte rënë babai i tyre. Ulix dhe Hedon, fëmijët e Bekimit dhe Brankës, u rritën duke parë vetëm imazhin publik, burrin që buzëqeshte për kamerat dhe nënshkruante autografe në sallone të mbushura plot. Por brenda shtëpisë, skenat ishin ndryshe. Branka rrëfeu se Bekim kalonte javë të tëra pa folur fare, ndenjte shtrirë në studio duke shikuar tavanin si të ishte e lyra atje një hartë e gjërave që kishte humbur. Kur fëmijët pyesnin, pse babi nuk vjen me ne në park? Ajo gënjente me butësi, ai është shumë i lodhur nga puna. Por e vërteta ishte më e errët, ai po shkatërrohej nga diçka që askush tjetër nuk mund ta shite. Miqtë e familjes filluan të shmangen prej tyre, sepse secili takim kthehej në një seancë të dhimbshme ku Bekim ose heshtente plotësisht, ose eksplodonte në akuza që askush nuk i kuptonte, akuza se po kontrollohej, se po ndiqej, se telefoni i tij ishte nën përgjim. Shumë menduan se ai po çmendej. Por çfarë nëse ai kishte të drejtë? Një event i veçantë e përshpejtoi përkeqësimin. Në shkurt të vitit 1985, Bekim u ftua në një ceremoni të madhe në Kan për përvjetorin 20 vjeçar të Odisejës. Ai eci në tapete të kuqe mes duartrokitjeve, por ata që ishin pranë dëshmuan se ai dukej si një fantazm, i ngrirë, me sytë e lëngshëm, duke buzëqeshur mekanikisht. Pas ceremonisë, ai u zhduk për disa orë. Branka e gjeti në një restorant të vogël pranë portit, ulur vetëm me një shishe verë përpara, duke qarë në heshtje. Kur ajo e pyeti çfarë kishte ndodhur, ai tha diçka që asaj kur nuk do t'ia harronte, më thanë se jam i vdekur që nga 10 vjet më parë. Ata nuk më shohin si njeri. Unë jam vetëm një kujtesë që ecën. Këto fjalë nuk ishin metaforë, ishte përshkrimi i një burri që kishte kuptuar se bota e kishte konsumuar dhe tani e trajtonte si relikt, si diçka që kishte kaluar dhe nuk vlente më. Dikush ja kishte thënë këtë, por ai nuk tregoi kurrkush. 2 vjet më vonë, kthimi në Beograd u bë fillimi i fundit. Bekim filloi të refuzonte çdo ftesë publike, secilën rol, çdo takim me gazetar. Ai mbyllej në shtëpi dhe kalonte orë të tëra duke shikuar filmat e vjetër ku luante ai, por jo me krenari, me një shprehje që Branka e përshkruante si pikëllim marramendës. Një mik i familjes, aktori Ljuba Tadi, tha në një intervistë të dhënë për televizionin jugoslav në vitin 1991 se Bekim i kishte thënë këtë, unë nuk jam më ai njeri. Ai njeri mbeti në ato filma. Unë jam vetëm një hije që s'di si të largohet. Kjo hutim identitar u thellua kur pas shpërbërjes së Jugosllavisë ai humbi edhe vendin për të cilin kishte qenë simbol. Shteti që ai e përfaqësonte nuk ekzistonte më, dhe me të humbi edhe arsyeja e vetme që e mbante atë në këmbë. Çfarë mbetet kur humb edhe idenë e asaj që ishe? Branka tentoi të kërkonte ndihmë profesionale.
Në fillim të viteve 90, ajo kontaktoi disa psikiatër në Beograd, por Bekim refuzoi të shkonte. Ai thoshte, nuk jam I çmendur, po më vdesin, dhe kjo është ndryshimi. Një nga psikiatrat që Branka konsultoi privatisht I tha asaj se Bekim kishte shenjat të një depresioni të thellë ekzistencial, një gjendje që shpesh godiste ata që kishin pasur famë të madhe dhe e kishin humbur atë papritur. Por kishte edhe diçka tjetër, kishte gjurmë të traumës, si të kishte jetuar në presion konstant për vite të tëra. Mjeku I sugjeroi spitalizim, por kur Branka ja propozoi këtë, Bekim e shikoi me një ashpërsi që ajo nuk ja kishte parë kur më parë dhe tha, nëse më fut në spital, unë nuk dal më kur. Dhe mbajti fjalën. Gjëja e fundit që ai donte ishte të humbiste edhe lirinë e fundit që I kishte mbetur, lirinë të vendosë si të mbaronte kjo vuajtje. Përgjigja e këtyre pyetjeve po vinte, por ishte më e dhimbshme se sa dikush mund të imagjinonte. Për herë të parë pas 25 vjetësh heshtjeje, gruaja që e kishte njohur Bekimin para se të bëhej ikon, doli përpara kamerave. Emri I saj ishte Mirjana Kosti, ajo që dikur quhej dashuria e parë e aktorit, vajza që prindërit e Bekimit e refuzuan sepse nuk ishte nga familje e njohur. Ajo doli në programin dokumentar të televizionit serb në vitin 2008, e moshuar e lodhur, por me kujtesën e qartë si kristal. Ajo tregoi se Bekim e kishte vizituar atë në fshehtësi në vitet 80, kur familja e tij mendonte se ai ishte në turne. Ai vinte natën duke shmangur dritat e rrugës dhe ulej në kuzhinën e saj të vogël duke pirë kafe të zezë pa sheqer. Njëherë ai tha, Mirjana, unë jam I vdekur në sytë e të gjithëve, por vetëm të ti mund të jem ende ai djali nga Saranda që ti e njohe. Por edhe atë takim e prishte një telefon që I binte vazhdimisht dhe Bekim nuk përgjigjej kur, vetëm e shikonte ekranin me një shprehje që ajo e përshkruante si panik të pastër. Kush e ndiqte edhe në ato momente të fundit intimitet që I kishin mbetur? Ajo rrëfeu një detaj që familja e Bekimit nuk e dinte. Në vizitën e fundit, në dhjetor të vitit 1993, Bekim I la asaj një zarf të vogël me para, rreth 5.000 marka gjermane, dhe një letër të shkurtër që thoshte vetëm, fal këtë që të lash vetëm atëherë kur më kishe nevojë. Ajo e kishte të ruajtur këtë letër dhe tashmë e tregoi para kameras duke qarë. Ai s'më kërkoi asgjë, vetëm donte të dinte se dikush ende e kujtonte si njeri, jo si shenjë që ecte nëpër podiume. Ai më tha se kishte humbur kontrollin mbi jetën e vet, kush ishin ata që e kontrollonin? Mirjana tundi kokën, nuk e di. Ai nuk tregoi emra. Por më tha se ndjehej I rrethuar nga presione që nuk mund t'i emërtonte. Frika e tij nuk ishte e trilluar, ai e dinte se diçka kishte shkuar keq dhe nuk kishte fuqi ta ndryshonte. Çfarë e kishte çuar Bekimin nga një yll në një burr të thyrë? Gazetari italian Marco Bellini, që investigoi jetën e Bekimit për librin e tij të botuar në vitin 2011, zbuloi se disa prej letrave që ndodheshin në valixhen e aktorit nuk ishin të shkruara nga fansat, ishin kërkesa të kodifikuara përpara. Njëra prej tyre, që mbante datën prill të vitit 1982, thoshte në frëngjisht, detyrimi I radhës skadon në fund të muajit, dështimi do të jap pasoja që nuk janë të rregullueshme me bisedime. Bellini kontaktoi një ish avokat të studiove kinematografike italiane që pranoi të fliste vetëm me kusht anonimiteti. Ai tha se sistemi funksiononte kështu, aktorët e huaj që silleshin në perëndim nënshkruanin kontrata që përfshinin detyrime financiare ndaj ndërmjetësve. Sipas disa burimeve të pakonfirmuara, rrethonin thashë theme se këta ndërmjetës lidheshin me struktura jo formale. Nëse aktorët nuk paguanin, merrdeshin masa, skandale të fabrikuara, akuza të rreme, madje edhe kërcënime. Bekim, sipas këtij burimi, kishte refuzuar të paguante më në fillim të viteve 80. Por asnjë provë konkrete për këtë nuk është gjetur kur, vetëm thashë theme që qarkullonin në kulise. Ai vendim, I vërtet apo jo, e ktheu Bekimin në figurë të padobishme për industrinë. Brenda disa muajsh, karriera e tij u fundos. Ofera nga Hollywoodi dhe Italia pushuan pa pritur. Produksionet jugoslave që dikur luftonin për të pasur Bekimin në role kryesore, filluan të tërhiqnin ftesa me arsyetimin se skriptet ishin ndryshuar. Në një takim që Bekim pati me një regjisor të vjetër në Teatrin Kombëtar të Beogradit në vitin 1985, 2 vjet para tërheqjes së tij të famshme, ai I tha hapur, Bekim, është dhënë urdhër që të mos të prekim më. Nuk e di nga vjen ky urdhër, por të gjithë e dinë se ai ekziston. Kjo nuk ishte teori konspirative, ishte realiteti kodifikuar në heshtje.
Dikush e kishte vendosur bekimin në një listë të zezë pa asnjë arsye publike dhe asnjë drejtues i industrisë nuk guxonte ta sfidonte atë vendim. Çfarë ndodh me një artist kur sistemi vendos ta çelur një herë e përgjithmonë? Branka rrëfeu se në atë kohë Bekim filloi të shikonte pas supeve çdo herë që dilte nga shtëpia. Ai insistonte se nuk duhej të hapnin derën pa parë më parë se kush ishte. Ai instaloi 2 kyçe shtesë në derën kryesore dhe kërkoi që telefonat e shtëpisë të mos përdoreshin për biseda të rëndësishme. Kur djemt pyesnin pse, ai thoshte për siguri. Por siguria nga çfarë? Askush nuk e sulmoi kur fizikisht. Sulmi ishte më i holl, ishte zhdukja e ngadalshme e çdo mundësie për të jetuar me dinitet. Një miku i tij, aktori Rade Markovi, kujton se Bekim i tha një ditë, po më vrasin pa e prekur fare. Po më lën të marr frym, por më kanë marr ajrin. Kjo metaforë ishte e saktë, ai po mbytej në një sistem që e kishte kthyer në një figurë të panevojshme, në një problem që duhej zgjidhur me heshtje dhe harresë. Në një nga kutitë që Branka i dha Arkivit Kombëtar të Serbisë në vitin 2017, u gjet një dokument i çuditshëm, kontratë e shkurtër, e shkruar në anglisht që Bekim nuk e kishte nënshkruar kurrë. Kontrata i përkiste një agjencie në Los Angeles që pretendonte se Bekim kishte pranuar të luante në një film të ri amerikan në vitin 1986. Por sipas të gjitha dëshmive të familjes, Bekim nuk kishte marrë kurrë një ofertë të tillë, dhe madje as nuk e dinte për ekzistencën e kësaj kontrate. Kjo do të thotë se dikush kishte përdorur emrin e tij, identitetin e tij, për të negociuar diçka pa dijenit të tij. Kush guxonte të luante me emrin e një aktori të njohur ndërkombëtarisht? Një ish sekretare e asaj agjencie që punonte atje në vitet 80 u shfaq në një forum në internet në vitin 2009 dhe shkroi se aktorët nga lindja shpesh silleshin si marioneta, dikush tjetër menaxhonte karrierat e tyre, por ata nuk e dinin. Nëse kjo është e vërtet, atëherë Bekim nuk ishte i vetmi viktim, por ai ishte mes të parëve që u shkatërrua plotësisht nga kjo skem. Branka më vonë zbuloi se në vitet 80, Bekim kishte marrë disa letra kërcënuese që ai nuk ja kishte treguar kurrë asaj. Njëra prej tyre u gjet në fund të një sirtari pas vdekjes së tij. Branka e hapi atë valixhe të vjetër në një mëngjes të ftohtë, disa muaj pas varrimit. Duart i dridheshin kur nxori zarfin e verdhur nga koha. Brenda ishte vetëm një rresht në serbisht me gabime gramatikore, nëse flet e di çfarë ndodh me ata që flasin. Letra ishte e pafirmosur, por vula postare tregonte se ishte dërguar nga Milano. Bekim nuk kishte folur kurrë. Por pesha e asaj heshtjeje e kishte gërryer nga brendësia. Miqtë e familjes treguan se në fund të viteve 80, Bekim kishte filluar të shkruante diçka, jo një libër autobiografik, por fragmente shënimesh që ai i mbante të fshehura. Branka gjeti disa copëza pas vdekjes së tij dhe në njërin prej tyre ishte shkruar: "E vërteta është se unë jam shitur pa e ditur dhe kur e mësova ishte shumë vonë për t'u kthyer. Tani jam në burg pa hekura dhe kujdesarët e mi më buzëqeshin në fytyrë ndërkohë që më hedhin helm në ujë." Këto rreshta janë dëshmi e një burri që e dinte se po shkatërrohej me dashje, por nuk kishte asnjë mënyrë ta ndalonte. Ai dokumentim i brendshëm që Bekim tentoi ta mbante ishte ndoshta përpjekja e tij e vetme për të lënë diçka pas, një provë se ai nuk ishte çmendur, se nuk ishte i dobët, se kishte luftuar kundër një sistemi që e kishte gëlltitur dhe e kishte shpërblyer vetëm për të më pas e shtypur kur ai guxoi të thoshte jo. Psikologjia e traumës mëson se kur një viktim sheh se askush nuk e beson, ajo fillon të shkruajë, sepse letra nuk gjykon. Bekim shkruante, por më pas i diqte shënimet. Pse? Branka mendon se ai kishte frikë se ato do të gjendeshin para se të ishte gati dhe se do të përdoreshin kundër tij. Ai e dinte se kishte shumë pak kohë. Por ai donte që dikush në të ardhmen të gjente të paktën diçka, që të kuptonte se çfarë kishte ndodhur me të vërtetë. A e gjeti dikush atë të vërtetë? Apo vazhdon të jetë e varrosur në heshtje? Një tjetër personazh kyç në këtë histori shfaqet në vitin 1990, Goran Stojanovi, ish menaxher i disa aktorëve jugosllav që punuan jashtë vendit. Ai ra në gjyq për mashtrim financiar në vitin 1996 dhe gjatë procesit ai bëri disa komente të pazakonta për rastin e Bekimit. Ai tha para gjykatës se Bekim Fehmiu ishte shembull i një aktori që nuk pranoi rregullat e lojës dhe për këtë arsye humbi gjithçka. Nuk ishte faji ynë. Ai donte të ishte i pavarur, por askush nuk është i pavarur në këtë industri.
Këto fjalë zbulojnë një të vërtetë të hidhur. Në botën e kinematografisë së viteve 80, aktorët ishin pjesë të një zinxhiri komandimi që nuk lejonte rebelim. Bekim kishte tentuar të thyente atë zinxhir. Dhe zinxhiri e kishte thyer atë. Stojanovi nuk dha emra specifik dhe pas daljes nga burgu ai u zhvendos në Australi dhe nuk foli më kurrë publikisht. Por rasti i tij hodhi dritë mbi një strukturë që funksiononte në heshtje, rrjet ndërmjetësish, avokatësh, kontabilistësh dhe menaxherësh që kontrollonin jetët e aktorëve sikur të ishin malla. Bekim nuk ishte në gjendje ta luftonte këtë sistem, sepse nuk kishte mjete, nuk kishte mbështetje dhe më e rënda, nuk kishte asnjë provë konkrete që mund ta paraqiste në gjykatë. Fjalët e tij kundër këtij sistemi do të ishin parë si akuzat e një burri të çmendur ose të përdhosur. Kështu që ai zgjodhi heshtjen. Por heshtja nuk ishte shpëtim, ishte vetëm një mënyrë më e ngadalë për të vdekur. Por e vërteta më e madhe që e shkatërroi Bekimin nuk ishte e lidhur me kontratat dhe menaxherët. Ishte diçka më e thellë, një thyrje e brendshme që filloi kur ai pas se vendi i tij, Jugoslavia, po kthehej në makinë të propagandës kundër shqiptarëve. Ai, që kishte jetuar si simbol i bashkimit kombëtar, që kishte luajtur në filma ku shqiptarët dhe serbët ishin vëllezër, tani shihte se ajo vizion po shkatërrohej me urrëtie të kodifikuar. Në vitin 1987, ai u tërhoq nga teatri kombëtar i Beogradit në një akt që shumë e panë si vetvrasje profesionale. Por ai nuk u tërhoq sepse nuk e donte më teatrin, u tërhoq sepse nuk mund të luante më në një vend që po shndërrohej në makinë lufte kundër popullit të tij. Ai shkroi në atë letër dorëheqjeje, nuk mund të qëndroj në heshtje ndërsa po ndodhin krimet ndaj njerëzve të mi. Kjo nuk ishte një vendim financiar. Ishte një vendim shpirtëror. Branka e mbajti atë sekret për vite të tëra, sepse ajo e dinte se publikimi i tij do të nxiste reagime të dhunshme. Por në vitin 2006, në moshën 68 vjeçare, ajo foli për herë të parë për televizionin serb. Atje ajo tha diçka që e trondit opinion publikun, unë e di se Bekim nuk ishte vetëm. Dikush e solli ata atje. Dikush e shtyri. Unë nuk e di kush ishte, por e di se ai ekziston. Dhe ai vazhdon të jetoj, ndërsa burri im qet në varr. Kjo akuzë nuk shoqërohej me prova konkrete, por ajo ishte bërë me një forcë kaq të fortë sa gazetarët që ishin të pranishëm e përshkruan atmosferën si të ngrirë. Ajo nuk po trillonte një teori, ajo po fliste si dikush që e dinte të vërtetën, por nuk mund ta provonte dot. Dikush e dinte përgjigjen. Dikush që ende jeton, ndoshta me një jetë të rehatshme, pa u ndëshkuar kurrë. Fëmijët e Bekimit, Ulix dhe Hedon, u rritën me një boshllëk të madh që nuk mund ta plotësonin. Ata kur nuk folën gjerësisht për babajnë e tyre, dhe të dy zgjodhen të mos hyjnë në botën e artit. Nuk dhan intervista, nuk shkruan libra, nuk bën dokumentar. Ata thjesht jetojnë me barën e një emri që njëherë shkëlqeu dhe më pas u shndërrua në hije. Branka u nda nga jeta vite më vonë dhe me të u mbyll edhe kapitulli i fundit i të vërtetave të drejtpërdrejta. Ajo nuk la testament që fliste për çështjet e pasgjidhura. Ajo nuk publikoi asnjë dokument të ri. Ajo vetëm u largua me të gjitha sekretet që mbante. Dhe tani të gjitha që na mbeten janë fragmente, letra të djegura, kontrata të fshehura, dëshmi të hollë dhe një pyetje që nuk ka marrë kurrë përgjigje të plotë. Çfarë i ndodhi me të vërtet Bekim Fehmiut? Në një ditë dimri të vitit 1994, kur borë e bardhë mbulonte Beograd dhe rrugët ishin të ngritura në heshtje, Branka u zgjua me një ndjenjë të çuditshme. Ajo e gjeti Bekimin ulur në koltukun e tij të preferuar duke shikuar drejt dritares. Përpara tij, mbi tryezën e vogël, kishte një filxhan kafe të paprekur dhe një cigare të ndezur që po shkrihej në tavë. Ai nuk po pinte, nuk po hante, thjesht po ulej aty si një statujë. Ajo e pyeti, çfarë të ndodhi? Bekim foli pa e kthyer kokën, kohët kanë ndryshuar dhe nuk ka më vend për njerëz si unë. Duhet të përgatitesh. Branka nuk e kuptoi se çfarë do të thoshte kjo. Por tani, me vite pas ngjarjes, ajo beson se ato fjalë ishin një paralajmërim, një njoftim i butë që ai nuk kishte më asnjë rrugë tjetër përveç asaj që e priste. Ai nuk po kërkonte ndihmë. Ai vetëm po përgatiste një lamtumir që askush nuk e dëgjoi në kohë. Dhe kur erdhi ai momenti kur ai vendosi ta mbyllë jetën e tij, Bekim ishte plotësisht vetëm. Ai e kishte planifikuar kështu. Branka ishte në frizer, siç ai e kishte kërkuar.
Mjeku që i dha ndihmën e parë më vonë, doktori Zoran Ili, rrëfeu në një dokumentar të transmetuar në vitin 2015 se kur arriti në banesë, Bekim ishte ende i ndërgjegjshëm për disa minuta. Sipas dëshmive, ai nuk luftoi, thjesht u dorëzua. Ai e shikoi Brankën kur ajo hyri në dhomë duke u lëritur dhe tha me zë të thyera, "Më fal që të lë kështu. Nuk doja që të më shohësh kështu." Këto ishin fjalët e tij të fundit. Doktori tha se ai refuzoi të luftonte, refuzoi çdo përpjekje për ta mbajtur gjallë. Ai thjesht e mbajti dorën e Brankës dhe e la trupin të pushonte. A e dinte Bekim se kjo do të ishte fundi? Jo. Ai e kishte vendosur atë më përpara dhe tani thjesht po e përmbushte atë vendim me qetësinë e një burri që nuk kishte më asnjë zgjedhje tjetër. Në dosjen mjekësore që mjeku personal i Bekimit, doktori Slobodan Petrovi, e ruajti në arkivin e tij privat deri në vitin 2011, gjenden detaje që familja kurrë nuk i pa. Dokumenti më i rëndësishëm mban datën 8 shkurt 2007, vetëm 3 vjet para ngjarjes tragjike. Diagnoza është e qartë, depresion i thellë me simptoma psikotike, çrregullim ankthi të përparuar, mundësi e lartë për akte autoagresive. Por në fund të raportit ka një shënim i shkruar me dorë nga vetë doktori që trondit, kërkova spitalizim urgjent, por pacienti refuzoi. Familja nuk e di për gjendjen reale. Kërkoi që asgjë të mos regjistrohet zyrtarisht. Pse? Sepse çdo regjistrim do të bëhej publik dhe çdo publikim do të thoshte fundi i çdo mundësie për të mbrojtur imazhin e fundit që i kishte mbetur. Bekim zgjedhi të vuajë në heshtje sesa të bëhej spektakël për gazetat që dikur e adhuruan. Por kjo heshtje ja dyfishoi vuajtjen, sepse askush nuk e ndihmoi atë kur ende kishte kohë. A mund të kishte shpëtuar nëse dikush e detyronte të shkonte në klinik? Branka nuk e dinte se sa keq ishte gjendja shëndetësore e bashkëshortit të saj derisa në një mëngjes të prillit 2009 e gjeti të fikur në banjë. Ai kishte humbur ndjenjat dhe kur ambulanca arriti, mjekët thanë se ishte dehidratuar rënd dhe se trupi i tij tregonte shenja të neglizhimit ekstrem. Peshonte 58 kg, ai që dikur ishte ikona e bukurisë mashkullore me një trup atletik, tani dukej si hije e vetvetes. Mjekët e pyetën Brankën, sa kohë ka që nuk ha? Ajo nuk dinte çfarë të thoshte. Bekim hante pak në darkë, por ajo nuk e dinte se gjatë ditës ai kalonte orë të tëra pa prekur asgjë. Një infermiere që e trajtoi atë ditë foli më vonë për një program radio në vitin 2013. Ajo kujtoi, ai na kërkoi të mos i thoshim asgjë gruas. Tha se nuk donte ta shqetësonte. Por trupi i tij po shkatërrohej. Ai kishte zgjedhur të vdiste ngadalë, cop më cop, në heshtje. Kush e detyroi të besonte se ky ishte i vetmi rrugdalje? Pas asaj ngjarjeje, Branka filloi të shikonte më me kujdes. Ajo zbuloi se Bekim kishte filluar të fshinte ilaçe. Doktori Petrovi ja kishte recetuar antidepresiv të fuqishëm dhe qetësues, por Bekim nuk i merrte. Ajo i gjeti të grumbulluara në një qese plastike në thellësi të dollapit, 10 kuti të paprekura. Kur ajo e përball me këtë, ai vetëm buzëqeshi me hidhësi dhe tha, këto nuk më ndihmojnë. Ato vetëm më zmbrapsin më shumë. Branka insistoi që të shkonte sërish te mjeku, por Bekim refuzoi kategorikisht. Një ditë ai tha, mjekët nuk mund të shërojnë atë që më ka ndodhur. Kjo nuk është sëmundje që vjen nga trupi. Kjo vjen nga jeta që kam jetuar. Këto fjalë zbulojnë një të vërtet të dhimbshme. Bekim nuk besonte se ekzistonte shërim për atë që ai e konsideronte si dështim ekzistencial. Ai nuk po vdiste nga sëmundja, po vdiste nga humbja e kuptimit të jetës. A mund të kishte dikush e ndihmuar ta gjente përsëri atë kuptim? Në vitet e fundit, Bekim filloi të shikonte filmat e vjetër ku kishte luajtur, por jo me krenari. Branka tregoi se ai ulej para televizorit në errësirë të plotë dhe shikonte skenat ku ai duke i ri dhe plot jetë. Kur një skenë mbaronte, ai e kthente prapa dhe e shikonte përsëri. Ndonjëherë ai qante pa zë, lotët i rrëshisnin ngadalë në fytyrë. Kur Branka e pyeste pse po bënte këtë, ai thoshte, po përpiqem të kuptoj se ku e humba veten time. Në cilën skenë ndali ai që unë isha? Kjo obsesion me të kaluarën nuk ishte nostalgjike, ishte përpjekje e dëshpëruar për të gjetur momentin e saktë kur jeta e tij kishte marrë kthes të gabuar. Por si të gjesh një moment të tillë kur ndoshta nuk ka qenë një moment i vetëm, por një zinxhir vendimesh të imponuara nga të tjerët, nga sistemi, nga presioni që nuk pushoi kurrë?
Kjo kërkimi ishte i kotë, por Bekim nuk kishte asgjë tjetër për ta bërë veç se të kërkonte. Në verën e 2009, Bekim bëri diçka që askush nuk e kishte pritur, ai kërkoi të takonte priftin e kishës ortodokse serbe në lagjen ku jetonte. Branka ishte e habitur sepse Bekim nuk kishte qenë kur njeri fetar. Por atë ditë, ai shkoi vetëm në kishë dhe qëndroi atje për më shumë se 2 orë. Prifti, i cili më vonë foli për gazetën Politika në vitin 2007, rrëfeu se Bekimi kishte bërë pyetje të çuditshme: a mendon se Zoti më ka harruar? A kam bërë diçka aq të keqe sa e meritoj këtë vuajtje? Prifti u përpoq ta ngushëllonte, por Bekim nuk duke i bindur. Ai tha: unë kam jetuar jetën e dikujt tjetër. Unë nuk jam ai që të gjithë mendojnë se jam. Dhe tani nuk di si të kthehem te vetja ime. Prifti i sugjeroi lutje dhe pendim, por Bekim tundi kokën dhe tha: nuk ka pendim që mund ta kthej atë që është thyer. Ai u largua pa marrë bekimin. Kjo vizitë zbuloi se Bekim po kërkonte diçka që as feja nuk mund t'ia jepte, një shpjegim për vuajtjen që ai nuk e meritonte, por që e vuante çdo ditë. Branka zbuloi më vonë se në atë periudhë Bekim kishte filluar të shkruante letra, jo për t'i dërguar, por thjesht për t'i shkruar. Ajo gjeti disa prej tyre pas vdekjes së tij, dhe ato janë dëshmi të një burri që po përpiqej të fliste me botën edhe kur bota nuk po e dëgjonte më. Në një letër të shkruar në gusht të 2009, ai shkroi: kam jetuar për të bërë të tjerët të lumtur, por kur nuk kam pyetur veten nëse unë isha i lumtur. Tani që e pyes, përgjigja më trem. Këto fjalë janë thelbi i tragjedisë së Bekimit. Ai kishte kaluar gjithë jetën duke u përpjekur të plotësonte pritjet e të tjerëve, dhe kur ato pritshmëri u shuan, ai zbuloi se nuk kishte asgjë të vetin për t'u mbështetur. Ai ishte ndërtuar nga duartrokitjet, dhe kur ato pushuan, ai ra në copëza. Por letra më e rëndësishme që Branka gjeti ishte e shkruar 5 muaj para fundit. Ajo mban datën 10 janar 2010. Në të Bekim shkruante: e di se po afrohem të fundi dhe nuk kam frikë nga fundi. Kam frikë nga ajo që do të lihet pas, pyetjet që nuk kanë përgjigje, fëmijët që do të duhet të mësojnë të jetojnë me hijen e një babai që ata kur nuk e njohën me të vërtetë. Unë kam dashur, por nuk kam ditur si ta tregoj. Unë kam vuajtur, por kam përpjekur të mos e tregoj. Tani e di se kjo ishte gabimi im më i madh. Duhet të kisha folur. Por me kë? Askush nuk po dëgjonte. Kjo letër është e dhimbshme sepse tregon se Bekim e dinte se po vdiste, por nuk kishte fuqi ta ndalonte, sepse vdekja që ai po jetonte nuk ishte fizike, por shpirtërore. Ai kishte humbur lidhjen me atë që e bënte të ndihet i gjallë. Në shkurt të 2010, vetëm 4 muaj para fundit, Bekim kërkoi të vizitonte Sarajevën, qytetin ku kishte luajtur disa nga rolet e tij më të rëndësishme në vitet 60. Por lufta kishte shkatëruar atë qytet dhe udhëtimi ishte i rrezikshëm. Branka ju lut të mos shkonte, por ai insistoi. Ai mori një makinë dhe udhëtoi vetëm. Kur u kthye 3 ditë më vonë, ai dukej edhe më i thyer se kurrë. Ai nuk foli shumë për atë që kishte parë, por Branka kujtoi se ai tha vetëm: çdo gjë që kam ndërtuar është shkatëruar. Çdo gjë që kam dashur është djegur. Nuk kam më vend për njerëz si unë. Kjo udhëtim ishte si një lamtumir personale. Bekim po shikonte rënojat e një bote që dikur e kishte bërë të ndihej i rëndësishëm, dhe tani shite se ajo botë nuk ekzistonte më. Ai po kthehej në shtëpi duke ditur se nuk kishte më asgjë për të cilën të luftonte. Në banesën ku jetonte Bekim në Beograd, në një rrugë të qetë pranë parkut Kalemegdan, ekzistonte një dhomë që askush nuk e vizitonte, as Branka, as fëmijët. Bekim e kishte kërkuar këtë kur u shpërngulën atje në fund të viteve 80. Ai e quante dhomën time dhe askush nuk guxonte të hynte pa lejen e tij. Por pas vdekjes së tij, kur Branka më në fund hapi atë derë, ajo zbuloi diçka që e la pa fjalë. Muri i dhomës ishte i mbuluar me fotografi të vjetra, jo fotografi nga karriera e tij, por fotografi nga fëmijëria, nga koha kur ai ishte thjesht një djalë nga Saranda që ëndërronte të bëhej aktor. Kishte fotografi të familjes së tij, të lagjes ku kishte rritur, të shokëve të shkollës. Në mes të murit, e ngjitur me shirit ngjitës, ishte një letër e vjetër e shkruar nga ema e tij, një letër ku ajo i thoshte se ishte krenare për të dhe se donte që ai të ishte i lumtur, jo i famshëm. Bekim e kishte ruajtur këtë letër për më shumë se 50 vjet dhe e kishte ngjitur atje si të ishte një urdhër që ai nuk kishte mundur ta përmbushte. Branka u ul në dysheme dhe qau kur e lexoi.
Ajo kuptoi se Bekim kishte jetuar me një barë që askush nuk e kishte parë, barën e një fëmije që kishte premtuar diçka dhe që kishte humbur veten duke u përpjekur ta përmbushte atë premtim. Në atë dhomë kishte edhe diçka tjetër, një koltuk të vjetër lëkure, i cili kishte qenë i babait të Bekimit. Sipas Brankës, Bekim ulej në atë koltuk kur nuk mund të flinte dhe qëndronte atje orë të tëra në errësirë. Në krahun e koltukut kishte shenja nga gishtërinë, gjurmë të gishtave që kishin gërvishur lëkurën për vite me radhë, sikur ai po përpiqej të mbahej fort për diçka që po i rrëshiste nga duart. Kjo gjurmë është dëshmi e një vuajtjeje që nuk ishte bërë me fjalë, por me trup. Trupi i Bekimit po shprehte atë që goja e tij nuk mund ta thoshte. Psikologët që studiuan këtë rast më vonë thanë se kjo sjellje është tipike për njerëzit që vuajnë nga trauma e vazhdueshme. Ata kërkojnë objekte që i lidhin me të kaluarën e sigurt dhe përpiqen të gjejnë ngushëllim në sendet që u kujtojnë kohën para se gjithçka të shkonte keq. Por në rastin e Bekimit, edhe kjo ngushëllim nuk mjaftonte. Ai nuk mund të kthehej në kohën para se të bëhej i famshëm, sepse ajo kohë ishte shumë larg dhe udha për t'u kthyer ishte e bllokuar nga vite të tëra dhimbjeje. Një person tjetër që pa Bekimin në ditët e fundit ishte fqinja e tyre, zënia. Milica Jovanovi, një grua e moshuar që jetonte në katin e poshtëm. Ajo rrëfeu për televizionin vendas në vitin 2019 se 2 ditë para asaj që kishte për të ndodhur, ajo e pa Bekimin duke ecur në obor. Ai ecte ngadalë, me duar në xhepa, duke shikuar qiellin. Ajo i tha mirë mëngjes dhe ai u kthye dhe i buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje që asaj ia theu zemrën. Ajo tha, nuk ishte buzëqeshje e vërtetë. Ishte buzëqeshje e dikujt që po thot lam të mirë, por nuk do ta thot me fjalë. Ajo nuk e dinte se ajo do të ishte hera e fundit që do ta shihte gjallë. Disa orë më vonë, kur dëgjoi zërat e ambulancës, ajo e kuptoi se diçka e tmerrshme kishte ndodhur. Kjo buzëqeshje e fundit ishte akti i fundit i një burri që kishte kaluar jetën duke luajtur role, dhe roli i fundit ishte të buzëqeshte edhe kur brenda po shkatërrohej plotësisht. Zënia Jovanovi rrëfeu edhe një detaj tjetër që nuk u publikua gjerësisht, ajo kishte dëgjuar zëra nga banesa e Bekimit në natën kur Branka tashmë kishte rënë në gjumë. Nuk ishin zëra grindjet, por zëra të ulët, sikur dikush po fliste me veten. Ajo dëgjoi emrin e të ëmës së Bekimit duke u përsëritur dhe më pas një lloj pëshertim të thellë që e bëri të ndihet e shqetësuar. Por ajo nuk guxoi të trokiste në derë, sepse nuk donte të dukej si e përzitur. Tani ajo pendohet për këtë çdo ditë. Ajo thot, nëse do të kisha trokitur, ndoshta do të kisha mundur të ndihmoja. Ndoshta ai vetëm kishte nevojë që dikush ta dëgjonte. Kjo pendim zbuloi një të vërtetë të hidhur. Bekim nuk ishte plotësisht i izoluar, por askush nuk e kuptoi se sa thellë ishte fundi ku ai kishte rënë. Ai po jepte shenja, por shenjat ishin shumë të holla për t'u kapur nga një botë që nuk po e dëgjonte. Në ditët e fundit, Bekim kishte filluar të japë gjëra. Ai i dha një shok të vjetër të tij një orë dore të shtrenjtë që i kishte dhuruar produksioni i Odiseës. Ai i dha një aktori tjetër një libër të rrallë për historinë e teatrit që e kishte ruajtur me kujdes për vite. Kur Branka e pyeti pse po bënte këtë, ai tha, nuk më duhen më. Le t'i kenë ata që do t'i çmojnë. Por në fakt, ai po shpërndante pjesët e jetës së tij sepse e dinte se nuk do t'i duheshin më. Ky akt dhurimesh është sinjal i njohur për psikologët. Njerëzit që planifikojnë të largojnë veten nga jeta shpesh japin sendet e tyre të çmuara si një mënyrë për të mbyllur kapituj. Bekim po e bënte këtë me qetësinë e një burri që kishte vendosur tashmë. Askush nuk e kuptoi atëherë, por kur shikojnë prapa, të gjithë ata kujtojnë se ato dhurata ishin lamtumira të fshehura që askush nuk i lexoi dot. Branka më vonë do të gjente në sirtarin e tij një listë me emra, të gjithë ata që ai donte t'i falenderonte për diçka të mirë që kishin bërë për të. Pranë çdo emri kishte një shenjë, disa kishin tick, që do të thoshte se ai tashmë i kishte falenderuar. Të tjerët nuk kishin asgjë. Ajo kur nuk mësoi nëse ai arriti t'i kontaktonte të gjithë. Por lista në vetvete tregonte se Bekim po bënte atë që shumë njerëz bëjnë kur dinë se fundi është afër, po mbyllte llogaritë e jetës. Po sigurohej që askush të mos mbetej me borxh ndaj tij dhe ai të mos mbetej me borxh ndaj askujt. Ishte një akt dinjiteti në mes të një vuajtjeje që po e glabëronte nga brenda. Dhe kështu, në heshtjen e një apartamenti në Beograd, ndërsa bota jashtë vazhdonte të rrotullohej dhe të harronte, Bekim Fehmiu po përgatitej për aktin final, jo me bujë, jo me kamera, por me qetësinë e një aktori që di se skena po mbyllet dhe se drita po fiket. Ai kishte dhënë gjithçka që kishte për të dhënë.
Tani mbetej vetëm të largohej me dinjitetin që askush nuk mund t'ia merrte. Por çmimi i atij dinjiteti do të ishte më i lartë se sa kushdo mund të imagjinonte. Një muaj para se të ndodhte ajo që askush nuk mund ta ndalonte, Bekim bëri diçka që vetëm pak njerëz e vunë re. Ai filloi të mbante në xhep një medalion të vogël argjendi që askush nuk e kishte parë më parë. Branka e vuri re kur ai po ndërronte këmishën dhe e pyeti se çfarë ishte. Ai e hapi ngadalë dhe i tregoi, brenda kishte një fotografi të vogël të ëmës së tij, të bërë në vitet 50 dhe një copës letre të palosur që mbante vetëm një fjalë të shkruar me shkronja të vogla, mos harro kush je. Kjo letër ishte shkruar nga vetë ëma e tij kur ai ishte larguar nga Saranda për herë të parë për të studiuar në Beograd. Ai e kishte mbajtur atë për më shumë se 50 vjet, por vetëm tani, në ditët e fundit, e kishte vendosur në një medalion që e mbante pranë zemrës. Kur Branka e pyeti pse tani, ai tha, sepse kam harruar. Dhe duhet ta kujtoj para se të jetë shumë vonë. Ajo nuk e kuptoi se çfarë do të thoshte kjo, por tani, me vite pas ngjarjes, ajo beson se Bekim po përpiqej të mblidhte copëza të identitetit të tij të humbur, sikur po përgatitej për një udhëtim nga i cili nuk do të kthehej. Sipas dëshmive të një shoku të vjetër, aktorit Dragan Nikolić, Bekim e kishte vizituar në shtëpinë e tij në mars të 2010. Ata nuk ishin parë për vite dhe Dragan u habit kur e pa në derë. Bekim duke i dobët dhe i lodhur, por kërkoi të pinte vetëm një kafe. Ata folën për kohën e vjetër, për teatrin, për rolet që kishin luajtur së bashku. Por në fund të vizitës, Bekim nxori medalionen dhe ja tregoi. Ai tha, e di që kjo tingëllon çuditshëm, por kam frikë se po humbasem plotësisht. Ky medalion është gjëja e vetme që më mban të lidhur me atë që isha. Dragan tentoi ta ngushëllonte, por Bekim vazhdoi, e di që dikush më ka mallkuar. Dikush që nuk e di as emrin, por që ka vendosur se unë nuk meriton të jemi lumtur. Dragan më vonë rrëfeu për gazetën Politika se ai mendoi se Bekim po e humbiste mendjen. Por kur reflektoi pas ngjarjes, ai tha, ndoshta ai nuk ishte i çmendur. Ndoshta ai kishte të drejtë. Ndoshta vërtet kishte dikush që e kishte dënuar me heshtje, dhe askush nuk e zbuloi kurrë. A ekziston një gjykatë e fshehtë që ndëshkon ata që guxojnë të thonë jo? Medalioni u gjet më vonë në xhepin e tij, i lagur me gjah. Policia e regjistroi si send personal, por askush nuk pyeti se çfarë do të thoshte ai për Bekimin. Branka e mori atë pas hetimit dhe e ruajti deri në ditën kur ajo vetë u nda nga jeta. Në testamentin e saj, ajo kërkoi që medalioni të varrohej me të, sepse ajo besonte se ai ishte ur mes botës që Bekim kishte jetuar dhe botës që ai kishte humbur. Kjo send e vogël, që nuk vlente asgjë për askën tjetër, ishte simbol i vetëm i një burri që u përpoq të mbante identitetin e tij gjallë në një botë që e kishte kthyer në imazh të boshatisur. Por edhe kjo përpjekje dështoi, sepse identiteti nuk mund të mbahet nga një send, por nga lidhjet me njerëzit dhe me kuptimin e jetës. Dhe Bekim kishte humbur të dyja. Në prill të 2010, vetëm 2 muaj para fundit, Bekim u shfaq në një program televiziv vendor për herë të fundit. Ishte një intervistë e shkurtër për përvjetorin e teatrit kombëtar, dhe ai kishte pranuar të shkonte vetëm sepse ishte kërkuar nga një mik i vjetër që punonte si regjisor. Por ata që e pan atë transmetim kur nuk e harruan, Bekim dukej si fantazmë. Ai fliste me zë të ulët, shpesh humbi mendimin në mes të fjalive, dhe disa herë shikoi direkt në kamerë me një shprehje që gazetarët e përshkruan si të fikur. Në një moment, moderatori e pyeti, si e shihni të ardhmen e teatrit shqiptar. Bekim heshti për disa sekonda që u ndjen si përjetësi, dhe më pas tha, nuk e di nëse ekziston e ardhme për gjëra që nuk kanë më të shkuar. Ne kemi humbur të gjitha lidhjet me atë që ishim. Dhe pa lidhje, çdo gjë është vetëm iluzion. Moderatori u përpoq të ndryshonte temën, por Bekim vazhdoi, unë jam iluzion. Ju po më shikoni, por unë nuk jam këtu. Unë kam vdekur që nga shumë vite. Vetëm trupi im ka harruar të ndaloj. Pas asaj transmetimi, telefonat filluan të binin. Miq të vjetër, kolegë, madje edhe njerëz që nuk e kishin parë për vite e thirrën duke pyetur, çfarë po i ndodh Bekimit? Branka u përpoq t'i qetësonte, por ajo vetë nuk e dinte çfarë të thoshte. Bekim refuzoi të komentonte. Kur ajo e pyeti pse kishte thënë ato fjalë, ai vetëm e shikoi dhe tha, sepse ishin të vërteta. Një psikolog që pa atë transmetim dhe shkroi një artikull për gazetën Danas në vitin 2011, vlerësoi se Bekim po kalonte një krizë identiteti akute të kombinuar me depresion ekzistencial.
Ai shkroi, ky njeri nuk po kërkon ndihmë. Ai po jep një deklaratë publike se ai tashmë e ka pranuar fundin. Kjo nuk është thirrje për shpëtim, është një lamtumir e koduar që vetëm ata që e njohin vrajen mund ta lexojnë. Psikologu sugjeroi se duhej ndërhyrje e menjëhershme, por askush nuk veproi. Dhe 2 muaj më vonë, ajo deklaratë publike u bë profeci e përmbushur. Pas asaj transmetimi, Bekim nuk doli më nga shtëpia përveç se për nevoja të domosdoshme. Ai kalonte ditët duke ecur nga dhoma në dhomë, duke ndenjur në koltukun e babait të tij, duke shikuar fotografitë e vjetra. Branka tentoi të organizonte vizita nga miq, por Bekim refuzoi të shihte kushto. Ai tha, nuk dua që të më shohin kështu. Dua që të më kujtojnë siç isha, jo siç jam. Kjo dëshirë për të ruajtur imazhin e së shkuarës ishte e fortë saqë ai preferoi izolimin total mbi çdo formë shoqërimi. Por kjo izolim vetëm sa e përshpejtoi rënien. Ai nuk kishte më asnjë lidhje me botën jashtë, dhe çdo ditë që kalonte e fundoste më thellë në errësirën e tij të brendshme. Dikush mund të ketë ndihmuar, por ai nuk e lejoi. Dhe kjo refuzim nuk ishte krenari, por dorëzim. Ai nuk besonte se dikush mund ta kuptonte atë që ai po vuante. Në maj të 2010, vetëm një muaj para asaj që do të ndodhte, Bekim mori një vendim që askush nuk e kishte pritur. Ai shkoi vetëm në një studio fotografike në qendër të Beogradit dhe kërkoi të bëhej një portret. Fotografja, zonja Ana Simiq, që punonte atje prej vitesh, rrëfeu më vonë për revistën Vreme se ajo habit kur e pa se kush kishte hyrë. Bekim Fehmiu ishte legjend, dhe ajo nuk e kishte imagjinuar se do ta fotografonte ndonjëherë. Ai kërkoi diçka specifike, donte një portret të thjeshtë, me sfond të bardhë, pa llamba të forta, pa grim. Vetëm fytyra ime siç është, tha ai. Seanca zgjati vetëm 15 minuta. Ana kujtoi, ai nuk buzëqeshi. Nuk donte as pozicion artistik. Thjesht u ul dhe shikoi drejt për drejt në objektiv, sikur po përpiqej të fotografonte shpirtin e tij përpara se të largohej përgjithmonë. Fotografia e atij portret u zhvillua dhe Bekim e mori vetë. Ana tha se kur ja dha fotografin, ai e shikoi për një kohë të gjatë dhe më pas tha, faleminderit. Tani e kam atë që më duhej. Ajo nuk e kuptoi se çfarë do të thoshte kjo. Fotografia u gjet më vonë në dhomën e tij, e vendosur në një kornizë të vogël në tryezën pranë shtratit të tij. Branka e pa atë pas ngjarjes dhe tha se nuk e njihte burrin në atë foto, fytyra ishte e tij, por shpreha ishte e një të huaj. Syt ishin të zbrazët, buzët të mbyllura fort, dhe mbi tërë fytyrën kishte një rëndesë që ajo e përshkroi si paqe të përfundimit. Bekim kishte shkuar për të fotografuar veten e tij përpara se të largohej, jo për kujtesë të tjerëve, por për të vërtetuar për veten se ai kishte ekzistuar, se kishte qenë real, edhe pse bota e kishte kthyer në fantazmë. Kjo akt fotografimi ishte rituali i tij i fundit i identitetit, një përpjekje e fundit për të thënë, isha këtu, dhe kjo është ajo që mbeti. Pas kthimit nga studia fotografike, Bekim u bë edhe më i heshtur. Ai nuk fliste fare, përveç se për të kërkuar gjëra bazike. Branka tentoi të fillonte biseda, por ai vetëm trondiste kokën. Një ditë ajo e pyeti, pse nuk më flet më? Ai e shikoi me lot në sy dhe tha, sepse nuk kam më asgjë për të thënë. Kam thënë gjithçka që duhej thënë, dhe askush nuk dëgjoi. Tani është shumë vonë. Këto fjalë ishin ndër të fundit që ai i tha me zë të plot para asaj që do të ndodhte. Ato zbulojnë një njeri që kishte arritur në pikën ku edhe vetë komunikimi i dukej i kot, sepse ai besonte se askush nuk e dëgjonte vërtet dhe se çdo fjalë ishte vetëm zhurmë në një botë që kishte pushuar së ekzistuari për të. Por edhe në atë heshtje, Bekim po jepte shenja. Branka rrëfeu se ai filloi të shikonte fotot e fëmijëve më shpesh, veçanërisht fotot nga koha kur ata ishin të vegjël. Ai mbante fotografitë në duar dhe i shikonte për minuta të tëra, sikur po përpiqej të memorizonte secilën detaj. Një mbrëmje, ajo e gjeti duke qarë në heshtje ndërsa shikonte një fotografi ku ai mbante djalin e tij të vogël në krah. Ajo e pyeti çfarë po ndodhte dhe ai tha vetëm, po përpiqem të kujtoj çfarë ndjej të jesh baba. Kam harruar shumë gjëra. Kjo rrëfim është tronditse sepse tregon se Bekim nuk po humbiste vetëm lidhjen me botën, po humbiste edhe lidhjen me kujtimet që dikur e kishin bërë të lumtur. Dhe kur një njeri fillon të humbas edhe kujtimet, atëherë ai ka humbur gjithçka.
Në 15 qershor të vitit 2010, në një mëngjes plot diell kur Beogradi zgjohej me zhurmën e zakonshme të trafikut dhe jetës, Bekim u zgjua më herët se zakonisht. Sipas dëshmisë së Brankës, ai u ngrit nga shtrati dhe shkoi në banjë pa thënë asgjë. Ajo mendoi se ishte një mëngjes normal dhe vazhdoi të përgatiste mëngjesin. Por një detaj që ajo vuri re më vonë ishte se Bekim kishte veshur rrobat e tij më të mira, një kostum të errët që ai e mbante vetëm për raste të veçanta. Ajo e pyeti pse, dhe ai tha, dua të dukem siç duhet. Ajo nuk pyeti më, sepse mendoi se ndoshta ai kishte vendosur të dilte për një shëtitje. Por kjo zgjedhje rrobe ishte një akt i fundit dinjiteti. Bekim donte të largohej me pamjen që ai e konsideronte si të denjë, jo si dikush që kishte rënë në errësirë. Branka kishte një takim me frizorin atë ditë, një takim që ajo e kishte planifikuar prej kohësh. Bekim e dinte këtë dhe në fakt e kishte inkurajuar atë të shkonte. Kur ajo po përgatitej për të dalë, ai e ndaloi për një moment dhe e përqafoi, një përqafim që Branka e përshkroi si të ndryshëm nga të gjitha të tjerat. Ishte i gjatë, i qetë, dhe në të ndihet sikur ai po përpiqej të thoshte diçka që fjalët nuk mund ta shprehnin. Kur ajo e pyeti nëse gjithçka ishte mirë, ai buzëqeshi, një buzëqeshje të vogël dhe të dhimbshme, dhe tha, gjithçka do të jetë mirë. Shko dhe kënaq veten. Meritoje. Këto fjalë ishin lamtumira e tij e fundit, edhe pse Branka nuk e kuptoi atëherë. Ai e kishte planifikuar të gjithë skenën kështu që ajo të mos ishte pranë kur ai do të vepronte. Dhe kështu ajo shkoi. Dhe Bekim mbeti vetëm në banesën e qetë, me dritaret e hapura nga ku hynte era e lehtë e qershorit, me tingullin e largët të qytetit që vazhdonte të jetonte ndërkohë që ai po përgatitej të largohej nga ai përgjithmonë. Sipas dëshmive të policisë, gjithçka ishte vendosur me kujdes, ai kishte lënë disa letra në tryezën e dhomës së ndenjes, të mbyllura në zarfe me emrat e njerëzve të cilëve ato ju drejtoheshin. Njëra ishte për Brankën, tjetra për djemb, dhe e treta për një mik të vjetër që ai nuk e kishte parë prej vitesh. Por askush nuk i hapi ato letra menjëherë, policët i mbajtën si prova derisa procesi u mbyll, dhe vetëm pas disa muajsh familja u lejua t'i lexonte. Përmbajtja e tyre nuk u publikua kurrë plotësisht, por Branka tha në një intervistë të vetme se letra e saj thoshte vetëm, më fal që të lë kështu. Nuk kishte forcë më shumë. Të dua më shumë se sa mund ta shpreh. Këto fjalë janë të fundit që ai la pas, dhe ato tregojnë se edhe në fund, Bekim nuk po vepronte nga urrejtje ose nga dëshira për hakmarrje, por nga lodhje totale dhe nga humbja e çdo shpresë. Kur Branka u kthye nga frizeri pak më shumë se 2 orë më vonë, ajo gjeti derën e banesës të hapur, diçka që e trondit, sepse Bekim ishte gjithmonë i kujdesshëm për sigurinë. Ajo hyri duke thirrur emrin e tij, por askush nuk u përgjigj. Ajo eci nëpër dhoma derisa erdhi te dhoma e gjumit. Dhe atje, në dysheme pranë shtratit, e gjeti. Sipas dëshmive mjekësore që u bën publike më vonë, ai ishte ende i ndërgjegjshëm kur ajo arriti. Ai e shikoi atë me sy që ende shikonin, por që tashmë po fikeshin. Branka bërtiti dhe u gjunjëzua pranë tij, duke mbajtur kokën e tij në duart e saj. Ajo thiri ndihmën, por ai tundi kokën ngadalë, një lëvizje e vogël që do të thoshte jo. Kur ajo e pyeti pse, ai hapi gojën dhe tha me zë të thyer, nuk doja që të më shohësh kështu. Më fal. Këto ishin fjalët e tij të fundit, jo akuzë, jo kërkesë, por falje. Ai nuk po kërkonte shpëtim. Ai vetëm po kërkonte që ajo të kuptonte se ai nuk kishte dashur ta lëndonte, por se nuk kishte pasur më asnjë rrugë tjetër. Ambulanca arriti brenda 8 minutash, por ishte tashmë shumë vonë për të ndryshuar diçka. Mjekët tentuan të ndërhynin, por Bekim refuzoi, jo me fjalë, sepse nuk kishte më forcë për të folur, por me lëvizje të kokës dhe me një dorë që e mbante fort dorën e Brankës dhe nuk e lëshonte. Doktori Zoran Ilić, që ishte në ekipin e shpejt asaj dite, rrëfeu në një intervistë dhënë në vitin 2015 se ai kurrë nuk kishte parë diçka të tillë, një njeri që kishte vendosur të largohej, dhe që po e bënte këtë me një qetësi që ishte pothuajse mistike. Ai tha, nuk ishte panik. Nuk ishte frikë. Ishte vetëm dorëzim total. Ai thjesht po e lëshonte veten të shkonte, dhe asgjë që ne bënim nuk mund ta ndalonte. Sepse ai nuk donte të ndalohej. Ai donte vetëm të mbante dorën e gruas së tij derisa fundi të vinte. Dhe kështu ndodhi, Bekim Fehmi u shua në krahët e Brankës, duke mbajtur dorën e saj që ai nuk e lëshoi kurrë, edhe kur trupi i tij pushoi së lëvizuri. Branka qëndroi atje për orë të tëra pas se mjekët e shpallën të ndjerë.
Ajo nuk donte ta linte. Ajo mbante trupin e tij në krah dhe qante pa zë, duke përsëritur emrin e tij sikur duke e thirrur mund ta kthente. Por ai nuk u kthye. Dhe bota vazhdoi të rrotullohej dhe dielli vazhdoi të shkëlqente dhe jeta vazhdoi jashtë dritareve, por për Brankën gjithçka kishte ndaluar. Ajo humbiste jo vetëm bashkëshortin, por edhe njeriun e vetëm që e kishte njohur bekimin si ai ishte vërtet, jo si ikon, jo si imazh, por si njeri me ëndra dhe frikëra dhe dhimbje që askush tjetër nuk i pa kurrë. Pas atij dite, jeta e Brankës u kthye në pritje të fundit. Ajo nuk u martua kurrë më. Ajo nuk foli shumë për atë që kishte ndodhur. Ajo jetoi në heshtje, e rrethuar nga kujtmet që askush tjetër nuk mund t'i ndante me të. Në vitin 2006, ajo dha një intervistë të rrallë për televizionin serb ku foli për herë të parë hapur për ditët e fundit të bekimit. Atje ajo tha diçka që e trondi të gjithë ata që po e dëgjonin, unë e di që ai nuk ishte vetëm. Dikush e shtyri ata atje. Dikush që nuk guxoi ta emërtoj, por që ekziston. Dhe ai vazhdon të jetoj, ndërsa burri im pushon në varr. Kjo akuzë nuk shoqërohej me emra, me prova, me dokumente, por ajo u bë me një forcë kaq të fortë sa që gazetarët e pranishëm thanë se ajo ishte si dëshmi e dhënë përpara një gjykate të padukshme. Branka nuk po trillonte një teori konspirative. Ajo po fliste si dikush që e dinte të vërtetën, por që nuk kishte mjete për ta provuar. Ajo po akuzonte një sistem, një rrjet, një strukturë që e kishte shkatëruar bashkëshortin e saj ngadalë dhe me qëllim. Por kush ishin ata? Ajo nuk e tha kurrë. Dhe askush nuk e hetoi kurrë me seriozitet. Goran Stojanovi, ish menaxheri që kishte bërë ato komente gjatë procesit të tij në vitet 90, u gjet i vdekur në shtëpinë e tij në Sydney, Australi, në vitin 2018. Vdekja u shpall si natyrale, sulm në zemër, por askush nga familja e tij nuk besoi këtë. Vajza e tij dha një intervistë për një portal australian ku tha se babai i saj kishte marrë kërcënime për vite të tëra dhe se ai kishte frikë të fliste hapur për atë që dinte. Ajo tha, ai më tha se ka një sistem që nuk fal kur ata që flasin. Dhe tani ai ka vdekur dhe askush nuk po heton. Kjo vdekje e Stojanovicit hodhi hije mbi gjithë historinë, nëse ai kishte informacione që mund të zbulon se kush qëndronte pas shkatërimit të bekimit dhe të aktorëve të tjerë si ai, ato informacione vdiqen me të. Dhe tani, askush nuk mund të verifikojë nëse ai ishte pjesë e sistemit apo viktime e tij. Por fakti që ai vdiq në heshtje, larg vendlindjes, pa lënë asnjë dokument publik, tregon se edhe ai kishte frikë nga diçka që ishte më e fortë se ai. Ulix dhe Hedon Fehmiu, djemtë e bekimit, jetojnë sot larg reflektorëve. Asnjëri prej tyre nuk shkroi libër, nuk bëri dokumentar, nuk dha intervista të gjata për median. Ata zgjodhen të jenë të heshtur, të mbrojnë kujtesën e babait të tyre jo me fjalë, por me heshtje. Kjo heshtje është ndoshta akti më i fortë i dashurisë, sepse ata e dinë se çdo fjalë publike do të shtrembërohej, do të interpretohet, do të përdorej për të krijuar skandale që babai i tyre nuk do t'i donte. Kështu që ata thjesht jetojnë duke mbajtur barën e një emri që dikur shkëlqeu dhe pastaj u shua. Dhe në heshtjen e tyre ka më shumë dinjitet se sa në mijëra fjalë që janë thënë për bekimin nga ata që nuk e njohën kurrë vërtet. Branka u nda nga jeta në janar të vitit 2020 në moshën 82 vjeçare. Ajo kishte jetuar 10 vjet më shumë pas bekimit, 10 vjet vetmi në të cilën ajo mbajti sekretet e tij dhe dhimbjen e tij si barë personale që askush tjetër nuk mund ta ndante. Në testament, ajo kërkoi të varrohej pranë bekimit dhe që në varr të vendosej vetëm një fjalë bashkëshorte. Jo emri i saj, jo data, vetëm ajo fjalë. Kjo kërkesë u respektua. Dhe tani ata pushojnë së bashku në një qoshe të qetë të varrezave të Beogradit, larg zhurmës dhe lavdis dhe hareses. Dhe mbi varrin e tyre, çdo vit vijnë disa njerëz të moshuar që i kujtojnë, jo si ikon, por si njerëz që vuajtën dhe që deshën dhe që humbën në një botë që nuk ishte e bërë për ata që nuk donin të luheshin. Por pyetja mbetet, çfarë ndodhi me sistemin që e shkatërroi bekimin? Përgjigjja është e hidhur, asgjë. Industria e kinematografisë vazhdoi të funksionojë siç kishte funksionuar gjithmonë. Menaxherët, avokatët, ndërmjetësit, produksionet, të gjithë vazhduan të punonin, të fitonin, të kontrollonin. Askush nuk u ndëshkua. Askush nuk u hetua. Askush nuk u demaskua. Sepse sistemi nuk është një person, është një strukturë që vepron nëpërmjet rregullave të pashkruara, nëpërmjet heshtjes së detyruar, nëpërmjet frikës që mbjell te ata që mendojnë të flasin.
Dhe kjo strukturë vazhdon të ekzistojë edhe sot në forma të reja, me fytyra të reja, por me të njëjtën logjik, artistët janë mallra dhe mallrat nuk kanë të drejta, vetëm detyrime. Ka teorime që qarkullojnë në qarqet e ngushtë të investiguesve kulturor se Bekim Fehmiu ishte viktime e një skeme më të gjerë që goditi disa aktorë të lindjes evropiane në vitet 80 dhe 90. Sipas këtyre teorive, ka pasur një rrjet të fshehur menaxherësh dhe financuesve që kontrollonin karrierat e këtyre aktorëve dhe që i shkatëronin ata kur ata refuzonin të binin në vend. Por asnjë provë konkrete nuk është gjetur kurrë, vetëm fragmente dokumentesh, dëshmi të dobëta, akuza të pa konfirmuara. Dhe kjo mungesë provash nuk është aksidentale, është e organizuar. Ata që kontrollojnë sistemin dinë se si të fshin gjurmën. Ata dinë se si të heshtin dëshmitarët. Ata dinë se si të shndërrojnë viktimat në fajtor dhe fajtorat në viktima. Dhe kështu, e vërteta mbetet e varrosur në shtresa të trasha heshtjeje dhe harresash. Por ka edhe një tjetër pyetje që nuk ka marrë kurrë përgjigje, a mund të kishte Bekim shpëtuar nëse ai kishte folur hapur? Nëse ai kishte shkuar në media dhe kishte treguar gjithçka që dinte për kontrata abuzuese, për presione të fshehta, për kërcënime dhe shantazhe? Psikologët thonë se ndoshta po, nëse ai kishte krijuar një front publik, sistemi do të kishte pasur më shumë vështirësi për ta shkatëruar. Por Bekim zgjodhi heshtjen. Pse? Sepse ai kishte frikë se askush nuk do ta besonte, frikë se do të përzihet në balta publike që do të poshtëronin edhe më shumë, frikë se do të goditen edhe ata që ai donte. Dhe kjo frikë ishte e arsyeshme, sepse historia tregon se ata që flasin shpesh përfundojnë edhe më keq se ata që heshtin. Bekim e dinte këtë. Dhe zgjodhi të heshtë. Dhe kjo heshtje e vrau. Sot, më shumë se 20 vjet pas vdekjes së tij, emri i Bekim Fehmiut përkujtohet kryesisht në kontekste nostalgjike, programe përkujtimore, retrospektiva filmike, artikuj përvjetor. Por rrëfimi i vërtet i tij, historia e një burri që u shkatërrua nga një sistem që e shfrytëzoi dhe më pas e hodhi mënjan, rrallë tregohej plotësisht. Media preferonin të fokusohen në lavdinë e tij, në rolet e tij të shkëlqyera, në bukurinë e tij ikonike. Por nuk flasin për dhimbjen. Nuk flasin për humbjen. Nuk flasin për atë se si një njeri mund të ktheheshin nga hero kombëtar në fantazm të harruar brenda disa vitesh, vetëm sepse guxoi të thoshte jo ndaj atyre që donin ta kontrollonin. Kjo harresë e zgjedhur është pjesë e sistemit, sepse nëse do të pranohej e vërteta, atëherë do të duhej të pranohej edhe faji. Dhe ata që mbajnë fajin nuk janë të gatshëm ta bëjnë këtë. Por Branka e la një mesazh të fundit para se të vdiste. Në intervistën e saj të fundit, dhënë në dhjetor të vitit 2019, ajo tha, dua që njerëzit të dinë se Bekim nuk ishte i dobët. Ai ishte i fortë, por u përball me diçka që ishte më e fortë se ai. Ai luftoi sa mundi, por lufta e tij ishte e humbur që në fillim sepse ai luftonte vetëm, ndërsa armiku i tij ishte sistemi i tërë. Dhe askush nuk mund të fitojë kundër një sistemi kur është vetëm. Këto fjalë janë testamenti i saj, një akuzë e fundit, një thirrje për drejtësi që ajo e dinte se nuk do të vinte kurrë, por që ajo donte ta linte të regjistruar për ata që do të vinë pas. Ajo donte që të paktën dikush të dinte se çfarë i kishte ndodhur vërtet burrit të saj. Dhe tani, ju e dini. Dhe pyetja përfundimtare ngelet e hapur, a është Bekim Fehmiu viktimë e një sistemi që e shkatërroi me qëllim, apo ai ishte viktimë e dobësive të veta që nuk arriti të imposhte? Apo ndoshta të dyja janë të vërteta? Ndoshta ai ishte njeri i cenueshëm që ra në duart e një sistemi të pamëshirshëm që e shfrytëzoi atë cenueshmëri derisa e theu plotësisht. Nuk ka përgjigje të vetme. Por ajo që është e qartë është se Bekim Fehmiu nuk duhej të përfundonte kështu. Ai meritonte më mirë. Ai meritonte ndihmë. Ai meritonte drejtësi. Por nuk e mori asnjërin. Dhe kjo është tregimi i vërtet i tij, jo tregim lavdie, por tregim tragjik dhimbjeje dhe humbje. Ju, shikues të dashur, çfarë mendoni? A ishte Bekim Fehmiu viktimë e një sistemi të egër që e gëlltiti dhe e hodhi mënjan kur nuk i duhej më, apo ai ishte njeri që nuk arriti të përballohej me presionet e famës dhe të suksesit? A mund të kishte diçka bërë ndryshe? A mund të kishte folur hapur dhe të kishte shpëtuar? Apo heshtja e tij ishte e vetmja mbrojtje që ai kishte, edhe nëse në fund ajo mbrojtje e vrau? Shkruani mendimet tuaja në komentet, na tregoni nëse ju e kujtoni Bekimin, nëse e keni parë në filma, nëse keni dëgjuar për të nga prindërit ose gjyshërit tuaj.
Na tregoni nëse mendoni se ai ishte hero apo viktim, apo të dyja njëkohësisht. Vlerësoni këtë material nëse mendoni se e vërteta e tij meriton të dihet dhe pajtohuni në kanal që të mos humbisni tregime të tjera si ky, tregime për njerëz të mëdhenj që humbën në errësirën e harresës, por që meritojnë të kujtohen me dinjitet dhe me të vërtetën e plotë. Faleminderit që ishit këtu. Deri në herën tjetër.